E falenderojmë të madhin Allah krijuesin e plot fuqishëm, i cili është i vetmi meritor për të gjitha adhurimet, minjohet, ibadetet tona, e sidomos të këtë muaj të bekuar Ramazan, ku është lloj-llojshmëria dhe numri i madh i ibadeteve që mund të bëhen për Allahun e plot fuqishëm. Po ashtu dërgojmë salavat e përshëndetje mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili me praktikën e tij të përditshme, sidomos gjatë muajit Ramazan, na mësoi qartë dhe mirë që me vendosmëri, me bindje dhe pa luhatshëm ta shfrytëzojmë kohën e Ramazanit, ditët dhe netët e këtij muaji në adhurim e ibadet. Gjithashtu edhe mbi familjen, mbi shokët dhe kryebesimtarët kudo që janë, që anët kanë rrugën toksor sot do më nëmbojnë Ramazanin, agjerojnë dhe adhurojnë Zotin me format e ndryshme të adhurimeve të ligjësuara, të legjitimora nga Zoti i Madh edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vllazër të nderuar, duke qenë se jemi veç në javën e dytë apo kemi hyrë në dhjetëshin e dytë të muajit Ramazan, që ishte dhjetëshi i parë ishte tamam rahmet, dhjetëshi i dytë është magfiret, falje, edhe dhjetëshi i tretë është të mbështetim nga zjarri i xhehenemit. Do të flasim për muajin Ramazan, për madhështinë e tij, për bujarinë e tij, për mundësinë e tij që është muaj i begatshëm, që me pak punë që kemi folë edhe më herët, me pak punë fitojmë shpërblime, me pak punë fitojmë sevape të shumta që nuk i kemi këtë mundësi as në tjetër muaj tjetër, përveç në muajin Ramazan. Është një muaj që ka ndikim shumë dimensional. Edhe këtu do të fokusohemi, do të flasim. Është një muaj për cilën na tha pejgamberi alayhis salam, që kemi përmendur gjëratat e mëhershme, ju ka ardhur një muaj i madh i begatshëm i bereqetshëm. Por nuk është vetëm kaq, por është një muaj që vërtet ne po na bashkon. Po na bashkon në shumë aspekte me zveti, po na bashkon edhe me shumë çka. Me gjithë çka dhe me shumë çka. Prandaj fillojmë radhës. Muaji Ramazan na bashkon me Allahun e plotfuqishëm. Në muaj Ramazan ne i rikthehemi Zotit me adhurimet tona, as sa kena mundësi, të paktën me agjerim, me taravih, dhe nëse jo me tjerat. Po veç po kthehemi pak, po na bashkon me Zotin tonë, po na mëson që ne ato duhet me adhuru, jo vetëm në Ramazan. Edhe pse kemi thonë, edhe po e përsërisim, besimtari nuk ka stacion fillimin edhe mbarimin e Ramazanit. Sepse besimtari adhuron Zotin që shka thonë i madhi Zot, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroje Zotin tëm pa ndërprer derisa të vjen ty vdekja. Por kur vjen muaji Ramazan, neve veç e ngritim intensitetin e adhurimit edhe të ibadetit. E shtojna volumin e angazhimit tonë, jo me fillu dhe me mbaru me Ramazan, edhe me harru një muaj, por vetëm se shtojna. Pra ne Ramazanin na bashkon me Zotin e Madh, i cili 11 muaj kemi lënë anash, nuk kemi marrë fort me Zotin, as me falë namaz, as me agjeru diçka, as me lexu diçka, as me mësu diçka për ta. E në Ramazani po na bashkon, po na kthen te Zoti. Hoxha joni të rumë, Mullah Sharif Ahmeti e pa thonë një shembull shumë të mirë. Se po thonë njerëzit që Zoti ka rahmetin e madh veç në Ramazan. Jo, gabim është. Zoti ka rahmetin e madh çdo ditë të muajit. Por problemi është te njeriu. Në momentin kur bën një vepër të mirë, njeriu afrohet te Zoti dhe reflektohet mëshira e Allahut ai njeri. Në momentin që largohet nga veprat e mira, ai largohet edhe nga mëshira e Zotit. E në Ramazan njerëzit sa do kudo po afrohet. Ty kush me agjerim, ty kush me një taravih. Pesa dhe alkoholisti që për rakin, në Ramazan thot, në Ramazan për lo, për hatët Ramazanit s'pe vinë. Vetë loni alkoholit gjatë mujtë Ramazan është një afrim të Zotit. Pra, pa na bashkon Ramazanit me Zotit. Me namaz, ty kush taravih, ty kush me lexu Kur'an, ty kush me anis të mësu shkronjën. Le ka mësu të nëllojt e ibadeteve në Ramazan me i kry veç mu afru të Zotit. Këto, pa na afron këtë mësi Ramazanit. Ki me lexu Kur'an, ki me fal taravih, ki me fal paskot, ki me dhon sadaka, me dhon zëqat, me dhon vidra, me vizitu të smutë, me vizitu të mon jetimin, fokaran, nevojtarin, farefistin që i kemi obligim. Ramazanin, këtu na i afron të mësi. Fa pa na afron me Zotin.
E aq pa tepër kur agjerimi është agjerim special ekskluziv për Allah. Thot fe innehu li yu'azi bihi. Agjerimi është special për mu, robe e agjeron. Ai është për mua dhe unë është për blej. Ekstra. Pa na lidh me Zotin. Kështu po na mon. Ramazani, subhanallah, për ma në shamë së kur në për votat tona, kur kemi pas votat e burrave të në herë, kur ka arë një musafir, i ka bashku krejt, vlasë dhe kur krejt pa hadën i ka thirë, i ka arë një musafir. Musafiri i ka bo bashkë, musafiri i ka bashku, i nërë, darë, i ka nejtë mas darë, dhe së ma, lafët ma të. Po me që dhu musafiri i meqën dhe i dishin e ka po hajri krejt, sepse ka marrë fjallë të mira për ti, këshillat të mira për ti. E kështu i tjetë është Ramazani, është orë musafir të na, po na ka bashku, krejtë na ka bashku. Në rëndë por, po na bashkon me Zotit, po na nëzit me adhuru Zotit sa më shumë. Rëndë dytë, po na bashkon me vetë vetën. Pse me vetën? Po, e kemi shkel vetën tonë me harame që i bojnë për ditë. Pra ndaj Ramazani ka orë që me na perfekcionu edhe në moral, edhe në besim, edhe në edukat. Pra dhe ka thonë ajeti Kur'anor, leallekum tattaqun, ka ardha agjerimi, ka bu bërë farz juve si ku popull më herë, një që të bëni më të devotshëm, më të përkushtuar, më të perfekcionuar, moralin tonë me rregullu, pak se na 12 muaj e kemi qalu, pak e kemi shkel, jo interesi, jo puna, të mon aspektin morali, kemi pas ranje. Në aspektin e imanit kemi pas ranje, dhe më gjitha këtu ka ndiku të ashtë ta më këthy me vetë vetën. Në aspektin e edukatës kemi pas ranje sepse imi marrë dhe me fjallë të pahishme, sjellje të pahishme. Pra dhe Ramazani po na bashkon me vetë vetën që këte u pak vetës, qure vetës si bashkë të rezi. Po të bënë më marrë me vetë vetën. Edhe që këtë trup që ne ka thonë Zotë i madhë, dhe këtë shpirë dhe kemi emanet para Allahut. Kjo dorë, kjo kam, këtë gjyktur kanë mu anku para Zotit e madhë nëse ne kemi detyru me punu haram. Që kjo dorë ka mu anku të Zotit nëse kemi punu haram. Pra ne Ramazani për na këtën të vetë vetja. Më zba haram me këto gjyktur që ti ka thonë Zotit. Më se shëndzot trupin. Edhe pse të puna kemi ka thonë direktor ka herë, bëjt me lorë ma shumë. Po jo me munu tepër me dëmtu trupin. Se po punë të dynjas ka herë të lodhen ma shumë, jo për butë e sene. Ka pak bërë, po jo me dëmtu. Ka pak bërë me lodhë ma shumë, po jo me dëmtu, se se kena në në logari para Zotit. Ramazani për nari këtën të vetë vetja. Që mu lidhë dëmon me përmisu vetën, me forcu vetën, edhe me u lidhë tani me kryusin gjithqush. Ramazani po na lidhë tash edhe me njerëzit tjera. Sepse tash i kemi vijen vertikale që është me Zotin, e kemi dhe vijen horizontale tash me rreth krejt njerëzit, jo vetëm me njerëzit, po edhe me kafshë, edhe me bime, edhe me natyren, edhe me topin, edhe me venin ku jetojnë. Po na lidhë me krejt njerëzit, fillen është të janis të babë dhe nanë, me prind tonë që kemi farz obligim, jo me qunë dëmë pleqve, po me majtë shpi dhe mu kujdes për ta. Sepse gjenetin e kjem me ta. E ta, gjenetin ta për da me qunë dëmë pleqve atje? A do me hukë të gjenetin ta, e qka për të vynë të Ramazani kur i qënë prind atje? Qka për të vynë të Ramazani kur ti nuk i dënë, nuk i respekton, nuk i ma prind? Pra ne Ramazani për na lidhë me njerëz, po na bashkan me prind mas pari, që do të më kujdes për ta, e me ta, edhe më marë me ta. Se vapin mëj madhë një shërkry njerëzimit është me prind të tu. Tani nëse dërë po me rëmë tjerë. A da për krejt kemi ko, për prind tu s'kemi ko. Kjo nuk është etik ase Ramazanit. Ramazanit në lidhë me bashkërët tona, familjarë tonë. Edhe grava dhe nënave tona që përgatisi që jenë heroina për këti muri, se cilët përgatisi në ushimin e bëjnë gati se edhe atmosferën, edhe në shpi, edhe në ushim, që sa ma mirë, gjithë nga familja me jetu, me përjetu edhe me kalu sa ma mirë Ramazanën dhe agjerimin, aty në ato meritoj të themi Allahu shpërblef me gjennet, Allahu, mi thonë gjithë ato lavdata të mira, e jem me thonë, unë jem burë, s'ko qare po ma bu bukën. Jo, ka qare se mund mësë më ta bu bukën. Do të më thonë falenderit Allah shpërbleft, që po të kushtëmë? Ramazani a pëshë nga bashkan edhe me gratë tona, që i kena për ditë që nuk ardin në vlerën. Edhe gratë e burat e tyne, nuk ardin vlerën me respekt edhe kujdesin të njëri tjetër. Në lidhë
na bashkon. Ramazani na bashkon me fëmijët tonë, që do të marrë dhe me fëmijët tonë që në Ramazan me mësu namaz, me agjeru, me mulir. Na lidh me vllazët edhe me motra, me farefis, me vllazëdar. Na bashkon në iftar, na bashkon sufër, na bashkon në xhami, na bashkon në taravih, na bashkon në Kur'an, na bashkon në derse, na bashkon në gjërata ndryshme. Ramazani tënë në pikët, veç hajrë po ka, veç bashkim. Prandaj është muaj unik i unitetit. Forma më e mirë e bashkimit që është Ramazani, e muajin Ramazan. Që njeriu gjithherë, edhe nëse është i mirë, Ramazan do të bëj shumë më i mirë. Shumë më i mirë. Edhe se kemi hyrë në Ramazan i mirë, kur doni për Ramazan do të bëj shumë më i mirë. Sepse po na bashkon me salet shumë mira, po na bashkon me smutit, që do të me vizitu mos me haru, po na bashkon me jetima, që lotën e time me afshim ka syni, me i përgdhen, mos me haru, as të mojët e tynet për dëshme me ndihme tona që do të me ndihmu. Po na bashkon me zëqate që do të me dhonë zëqate, po na bashkon me fokarat, që ka nevojë me ndihmu, po na bashkon edhe me pasarika, se dhe pasariku kur i dim Ramazani vjen, kur është agjerushën me dise, sa ka shtiraj që s'pas ka me orë me pi të në vitin. Na një dit agjerim, sa përhetoj mundjesën në ushimit, po e që s'ka kur. Po na lidhë, po na bashkon edhe me ta. Po na bashkon me Kur'an, të cili Kur'ani ka zvi qitë muj, o vlasni, është muj Kur'anit. E ku po na qëtë nërmen, qitë Kur'an, po më rënë e lezane, mësane, fillane me mësu shkollet, bashkë Ramazan. Ramazani në bashkon me diturim, se buqë kjo Kur'an që ka zbrit në Ramazan, a jetën e pare ka zbrit, mësane, o burra mësane, sepse edhe me agjeru, nuk din ti me agjeru pa mësu, do të me vetë, që me bo, që do të me agjeru, që përbane më ato regullat, këto e prishi, këto se prishi, që do të me vëpru, që do të me vëpru, edhe kjo është dije, pa mësu, nuk ka, për Ramazani në bashkon edhe me diturim, me sirë, me respektit, me dashurim, me harmonim, me solidaritetin, me snesh, krej këto nëj, qka nëj prodhon në Ramazani dhe nëj afroneme. Kjo është edhe begatia, pa edhe është muj i begat shumë. Jo veç me thonë fjallë, muj i begat shumë, hoqë, mashallah, muj i madhë. Madhështia ti është në një thretë. Shukur që po thonë, madhështia e kësoj gjamije, sa do e bukur që është, nuk është në tulla, në material që është dërtu, se mund nuk po dhe periare, po nuk është madhështia në ato, se shka, pe shkafit është dërtu, po madhështia jeni ju. Madhështia e gjamisë është gjemati. Madhështia e gjamisë është mesazhi i gjamisë që delë dhe zbatuat për dëshmëri. Madhështia e gjamisë është që kur flasëm, suku që thamë në Ramazanin e bashkon një iftar, është nësi kur dalëm për shamë në kohë të iftarit, nuk gjonë njerëz rrugës, po kretit të grumbullohën për shpijat e tyre të prit iftarit, të prit sekundit, të përbu doa dhe lutje për Allah, për qësë që ka nevoj. A ka ma madhështi se kjo? Të ka mësu disiplin, a madhështia gjamisë është kur dhe ne këtu, a përshë sa mirimi po rështomin sa, po radhitëm sa, po fletë hoqja që është kompeten për fushën e vetë. Kështu disiplinën në mëson kjo Ramazan, që edhe i jashtë të gjamisë do të përkun kjo disiplinë. E madhështia e kësaj gjumaje, dhe madhështia e kësaj ligjerate, është kur ju që të këshilla që me flasën nga këtu, në hytëve edhe para hytëves, edhe para gjumos, me zbatu për jashtë. Jo veç me ngua, mashallah foli hoxha sot, na ka kënash, a ka ngrit zonën, e ka ullë zonën, ka koj, s'ka koj, nuk qyret me zazhi, kajtis, tha, pritis, përtitin. Ato që ka u tha me zbatu, që kjo madhështia. Edhe unë po them, respekti ju është madhështia, edhe respektit e ju është që mu po më dëzgjonim këtu, faleminderit, Allah është shërblet, për bane që të cilë, po madhështia e respektit është me madhe kur dilni jashtë të pragut, edhe mani që të këshirë. Kur nuk të shohën e ty, ti e zbatan që të këshirë që kemi dhona që të. Kur ti e dëmë Zotin, kur ti e dëmë babën edhe nanën, e respektan gruën, e fëmin, e vllazën lafën, e këshim, e nevojtar, që shkoni një manë ati, gjithë një që ka nevoj, atër e di që të ke respektu dhe mund. Kur ti nuk i bënë këtu, e veç vjen këtu para meje, e thuj, hoqë me ty s'ka, dhije që atër po është dëftësht dhe i bije, sepse me muk nena po shitesh, a nena jenë praktik këtë tjetër. E madhështia e mujtë Ramazan është kjo, që me zbatu këtë që ka po thuhet për Ramazanin, na me në gjatë.
Edhe me marrë shembullin më bot tamam, sikur që e bërë dhe sahabët. Edhe pejgamberi selam që u mësuesi tyne shembullit tyne, edhe sahabët mas tij, Ramazana të gjallë. Sepse çdo veçori e mirë e Ramazanit që u konë, ata kanë zbatuar jetën e përditshme. Apo thonë nëse edhe nëse të shohën dikush të thuj imron sarë, nëse të shohën dikush të unë jam njëri që agjeroj, nuk bie nivelin tanë që shohën, nuk bie nivelin tanë që provokon me mështi, më rej ose më vro, sepse unë jam agjerushëm. Unë jam që e respektoj edhe du Ramazanit, unë jam që kjo Ramazan më bën thirrje për mbaje vetën, nale vetën. Nuk është punë e lehtë me pas ushqimin para vetën. Kush nuk të shërë, je vetë, i ki gjitha mundësit me hangër me pi, mi po të tanë në qenë, por është besimin në Zotin një thot ja, për Allahum kërejt ju janë, a ka ma madhështi se janë. Pra ndër vazët e ndërum, ta shëllëzojmë këto thirrje të muajit Ramazan, këto me begati dhe mundësi që e ka dhënë muaj Ramazan, që veç shkuën të ditë, 14 ditë, 13 ditë, 14, shkuën, sa hora po shkojnë. Nuk o pojenta vjen, do thonë lumë që po vjen, do thonë kuku që po vjen, do thonë lumë që po shkojnë, do thonë mërzite që po shkojnë, ta shkrejt varet na që shi shërbejt të Ramazanit. Nuk o pojenta se Ramazanit vjen edhe shkojnë, mos ki detë, mos e ki gale, shkojnë, nuk rrën gjithë. Po pojenta është ti sa përfitohet për këti Ramazanit, për këti musafirit e madhë, për këti rase që ta dha Zotin mundësin, ta dha mundësin shumë. E prandaj, me orë muaj Ramazan, e në fund, nuk ka ma humbje e madhe, se sa mos më mujtë më regjistru emri jo të listën e Zotit, listën e atyre që i madhe Zot, çdo natë muajt Ramazan, e bën ka një listë, edhe i shëtan emrat e njerëzve, burra dhe gra, të cilëve ja bën haram xhehenami me i tjere. E nëse unë edhe ti, nuk kemi arrit, mrena këtyre ditëve dhe netëve të Ramazanit, me angazhime tona, asa kena mundësi, me fitu kënaqësinë e Allahut që edhe emri jonë më fut qatë listë, që mi abo haram xhehenamit me na djeg, atër qka? Atër qka? Atër edhe ti që nuk agjeran, bëjmë thirë edhe atyne, qëfar fitimi kjetë edhe nëse krejt dynjan e merë, krejt pasunin e dynjas e merë, po nuk i sigurit razjani xhehenamit. Qka po tyne e pasunin? Po jetojnë 50 vjetë, po jetojnë 60 vjetë, po jetojnë 70 vjetë, po vdesin, po shkojnë, asë kush s'ka betë një këto. Sa faraoni, sa mbreti, sa Masaniku, Karuni, Hamani, ka pas qelsa, që me 400 qelsa veç depove. Po kreti ka lonë. Kreti ka lonë, asë njësi ka marrë me veti. Ramazani është aje që i shërben, Ramazani aje që i gjindet. Pra dhe ta shrydzojnë vlasni, në maksimum, ta shpejt intensitetin. Bile dhe që të fundit edhe ma tepër, që thot edhe pejgamberi selam, sënë dhe me zarahu. E ka shtërbu edhe rrybin, që asë dhe i gravet veta së është afru gjatë 10 ditëve të fundit, gjatë 10 netëve të fundit faktikisht, që i ka pas halal, vetëm me ju kushtu me edhe në hakun ti Ramazanit. Elhamdulillah, vlasën kushtet e kemi, koha është e mirë, e shkur, ftoft, në flagë, po dhe mundësit materiale për shpia, elhamdulillah, ushqim kemi, jo sigur njerëzit për para s'kan pas asë për mundien, po kanë agjeruar, kanë pas indikat, kanë pas bindje, kanë pas vullnet, e vullneti është i qelik për ata që janë të vendosë. E Zotë na falë, e na mëshiroh për gabimet që mujna me i bo gjatë këtyre ditëve, e ato që i kemi kryet deri sot inshallah na i ka pranu, e këto ditë që i na ka bërë inshallah na i lehtëson punimet, veprimet, angazhimet tona me gjitha llojet e ibadeteve dhe na i pranon në përshojnë e veprave tona të mira, dhe fitojmë kënaqësinë e tij në dynjan e ahiret, po edhe shpëtimin e tij